Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk pozicionohen as në krahun e gasthellësit Nabucco dhe as atij TAP, por mbështesin ndërtimin sa më parë të rrugëve alternative të furnizimit me gaz për t'i dhënë fund varësisë së Europës nga Rusia. Pas një raporti zyrtar të Komitetit të Jashtëm të Senatit Amerikan dhe deklarimeve të njërit prej bashkëautorëve të këtij raporti, Departamenti Amerikan i Shtetit del me një reagim zyrtar lidhur me gasthellësin që pritet të eksportojë gaz nga Kaspiku në Europë. I pyetur nga Zëri i Amerikës, një zëdhënës i këtij departamenti tha se SBA-t po punojnë aktivisht për të nxitur ndërtimin e korridorit të jugut, por nuk ka një qëndrim për të mbështetur rrugë konkrete të eksportit të gazit. Sipas burimit anonim, zyra e burimeve energjetike në Departamentin e Shtetit, e drejtuar nga i dërguari i posaçëm dhe bashkërenduesi për çështjet e energjisë ndërkombëtare, Carlos Pascual, po punon intensivisht me vendet e këtyre rajoneve dhe mbar Europën për të nxitur ndërtimin e korridorit të jugut. Zyrtari amerikan vizon se Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqimisht ndërtimin e korridorëve të rinj që do të sillnin një shumëllëshmëri burimesh energjetike si dhe rrugësh tranzitit të tyre. Për të arritur këtë qëllim, Shtetet e Bashkuara po ndihmojnë vendet e Kaspikut dhe të Azisë Qendrore për të gjetur rrugë të reja drejt tregjeve, të cilat do të sillnin si pasojë një zhvillim të madh ekonomik dhe do t'i lejonin këto vende të shtonin konkurrencën për burimet e tyre, si dhe do të krijonin lidhje të forta me ekonominë globale. Në dhjetor të vitit të kaluar, edhe sekretari amerikan e Shtetit Hillary Clinton diskutoi me liderët europian gjatë takimit të Këshillit Amerikan-Europian për Energjinë rreth çështjes së shumëllëshmërisë së burimeve energjetike.